Beskallaku ka publikuar këngën e tij më të fundit, Rrëfimi, që më shumë se sa një projekt muzikor, duket si një pasqyrim i rrugtimit të tij personal, një rrugtim i versionit të tij të historisë. Sikur pritej në mënyrë të nënkuptuar, ai dukes nuk ka kursyer asnjë bashkëshortin e tij Gjensilen. Në disa pjesë të vargjeve ai thotë: "Janë thënë çfarë nuk janë thënë, për hiç si përfill, mes meje teje dihet kush është të ngjilli", thuhet në vargjet e këngës, tekstin e të cilit e ka shkruar vetë Besi. Mes rreshtave ai le të kuptohet se për shkak të kohëve të vështira ka rënë prej disa zakoneve të këqija që sipas tij nxorrin në pa edhe fytyrat e vërteta të njerëzve që ishin përreth tij. U zhyta edhe në vesh se po e vërtet, pra pyeti njeriu Bes çka ke, se nuk flet, vijon moti kënga. Megjithatë, për të rrëfimit të ngarkuar emocionalisht që si ky projekt, duket se Besi e ka lënë pas këtë kapitull të jetës së tij. Së fundmi, ai ka nisur një histori të re dashurie me një vajzë të quajtur Ejona.